Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Një pyetje ka ardhur, thot pyetësi, cila është dispozita e vendosjes së fotografive apo pikturave në dhomat e fjetjes apo në shtëpi? I përgjigjemi kësaj pyetje me lejen e Allahut azza wa jall dhe themi se vendosja e pikturave të cilat ju përngjasojnë njerëzve apo ju përngjasojnë kafshëve të cilat kanë shpirt, të cilat janë krijimi, përngjasojnë krijimit të Zotit. E këto pikturat hyn, qofshin ato prej guri, qofshin ato prej porcelani, qofshin ato prej letre, apo edhe fotografiat të cilat janë bashkokohore. Vendosja e tyre në shtëpi nuk ka dyshim se është ndaluar dhe është haram. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se melekët nuk hynë në atë shtëpi, pra melekët e rahmetit, melekët e mëshirës, sa Allahu azza wa jall nuk hynë në atë shtëpi ku ka qenë dhe ku ka fotografi. Ato duhet që të largohen prej shtëpisë, nga sa ajo shtëpi e cila ka fotografi, apo ka piktura, apo ka sende prej guri apo porcelani, aty mbushet plot me shejtan dhe melekët nuk prezantojnë në ato vende. Jo vetëm kaq, mirëpo do të kenë dënim të madh në ditën e gjykimit, nga se Allahu azza wa jall i ka mallkuar ato të cilat pikturojnë, ata të cilat vizatojnë sende të gjalla që i përngjajnë krijimit të Allahut azza wa jall, qofshin ato njerëz, qofshin ato kafsh apo gjësende të ndryshme, në ditën e gjykimit Allahu azza wa jall do t'i dënon në xhehenem, do t'ju thot: ahyu ma khalaqtum, ringjallni, jepuni shpirt tash këto krijesa të cilët juve i keni krijuar. Kush jeni ju të cilët i përngjasoni krijimit tim, pra krijimit të Allahut azza wa jall. E atëherë këto nuk do të kenë mundësi që t'ju japin shpirt, atëherë Allahu azza wa jall do t'ju jep shpirt atyre krijesave të cilët këto i kanë vizatuar dhe i kanë pikturuar, e ato kanë për t'i munduar pastaj ato dhe kanë për t'i dënuar me to në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruaj. E sa ju përket fotografive. Fotografitë, vendosja e fotografive në mur prej njerëzve, babën, nonën, bashorten e tjerë të ngjashme me këto, kjo normal se është e ndaluar. Mirë po, nëse futet në album, vendoset në album dhe fshehet, nuk është në mur, i përngjason sikurse telefoni. Ne kemi plot fotografi aty, mirë po nuk janë të vendosura në mur, e kjo lejohet që të vendosen në album dhe të fshehen dhe nuk ka asnjë farë lloji problemi